Rritja e çmimeve të derivateve të naftës në Kosovë ka marrë hafë gjatë javëve të fundit, duke filluar që nga fillimi i muajit mars, kur tregu ka nisur të reflektojë luhatjet në bursat ndërkombëtare dhe rritjen e çmimit të naftës në tregjet globale. Kjo tendencë e shtrejtimit është intensifikuar sidomos gjatë kësaj jave, duke ndikuar drejt për drejt në ekonominë vendore. Sot në Gjakov qytetarët po përballen me çmime më të larta të derivateve. Benzina po shitet nga 1,43 euro deri në 1,44 euro për litër, ndërsa nafta varion nga 1,74 euro deri në 1,79 euro për litër. Këto çmime konsiderohen të larta krahasuar me periudhat e mëparshme, duke rënduar buxhetin familjar dhe kostot operative të bizneseve. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se rritja e çmimeve lidhet kryesisht me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të naftës, përfshi rritjen e kërkesës globale, tensionet gjeopolitike dhe politikat e prodhimit nga vendet eksportuese. Kjo rritje nuk prek vetëm sektorin e transportit, por reflektohet edhe në çmimet e produkteve bazë, duke shkaktuar efekt zinxhir në ekonomi. Bizneset transportuese dhe ato prodhuese po përballen me kosto më të larta, të cilat shpesh detyrohen t'i bartin tek konsumatorët. Nëse trendi i rritjes vazhdon, qytetarët dhe bizneset pritet të përballen me sfida edhe më të mëdha ekonomike në javët në vijim.